Me rastin e 21 dhjetorit ditës së arsimit në gjuhën turke, në komunën e Kërçovës u organizua ceremonia solemne e ngritjes së flamurit të Republikës së Turqisë. Në këtë ngjarje të veçantë mori pjesë edhe ambasadori i Turqisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Fatih Ulusoy, i cili u prit nga kryetari i komunës së Kërçovës, Aleksandr Jovanovski. Jovanovski me këtë rast uroi komunitetin turk për këtë ditë të rëndësishme të historisë së tyre, duke shpresuar se festa të tilla të kontribojnë në parafrimin e popujve që jetojnë në Kërçovë. Koristam možnost da go čestitam praznikut na turskата настава еден ден порано. Međutim, daj Bože to da traje preko cijela godina i samo da praznуваме убави praznici, praznici koji će ne unapreduvat, praznici koji će ne vodat napred. Shfrytëzoj rastin të uroj ditën e arsimit turk dhe do Zoti që të festojmë gjithmonë festa të tilla, të cilat do të na çojnë përpara. Kam kënaqësinë si kryetari sapo zgjedhur që atë që intimisht e doja dhe mendoja të vi dita edhe të realizoj, pra për të jetuar së bashku dhe në këtë ngjarje simbolike me vendosjen e flamurit turk, duke shpresuar që gjithmonë të qëndroj këtu, theksoi Jovanovski. Ndërsa ambasadori i Turqisë në vendin ton, Fatih Ulusoy, pasi përcolli përshëndetjet e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, falenderoi autoritetet vendore për përgatitjen e kësaj ngjarje për nder të ditës së arsimit në gjuhën turke dhe theksoi marrëdhëniet e mira mes dy vendeve. Kuzey Makedonya çok sayıda etnik, dini, kültürel topluluğun bir arada yaşama kültürüyle Republika e Maqedonisë së Veriut është vendi ku komunitete të ndryshme jetojnë së bashku, ndërsa komuniteti turk që jeton në Kërçovë paraqet një dimenzion të rëndësishëm në marrëdhëniet me ambasadën tonë dhe institucionet tona të tjera, theksoi ambasadori Fatih Ulusoy. Varsa orada ay yıldız yaşar, sınırlar ayrı olabilir ama bayrak sevgimiz birdir. Kırçova'da da Türk'üz, ay yıldızlıyız. Bu bayrak kanla yazılmış bir tarihtir.